Dhe sot ne flasim për avancime të jashtëzakonshme, flasim për sensor që pacientët e monitorojnë 24 orë sheqerin dhe e din 24 orë se si ai varion, i sinjalizon nëse bëjnë rënje të sheqerit, gjë që është një gjë shumë e mirë për përditshmërinë. Dhe nga ana tjetër flasim dhe për pompa insulinike, të cilat bëjnë injeksionin e insulinë, le të themi imitojnë atë pankreasin natyral që ne kemi. Dhe gjithmonë më shumë me inteligjencën artificiale po tentohet që këto lloj pompash të perfeksionohen, edhe pse ne në vendin tonë ende nuk i kemi në ato nivele që presim për të ndihmuar pacientët tanë. Po gjithsesi është një sëmundje që sot me të bashkëjetohet. Me terapitë të ndryshme dhe me kujdesin e nevojshëm që dikush mund të ushtrojë dhe mund t'ja dalë mban apo jo fare mirë, pa humbur, pa hequr dorë nga asnjë lloj aktiviteti tjetër apo jo. Kjo është shumë e vërtetë. Do të thënë, sot pacientët bashkëjetojnë me diabetin dhe madje gjejmë rastin që të bëjmë thirrje që të gjithë pacientët të jenë afër sistemit shëndetësor në mënyrë që të marrin të gjithë këshillat e duhura, që ta mirëmbajnë këtë sëmundje, sepse vërtet ne sot kemi kaq mundësi, por jam shumë e sigurt që në vitet pasardhëse do kemi shumë lajme më të mira se këto që kemi tani. Dhe jam shumë e sigurt që diabeti, që ndoshta sot konsiderohet një patologji e bezdishme për të jetuar me të, do ketë shpresë në të ardhmen. Urojmë të gjithë. Dhe në asaj kushtueshëm është kjo sëmundje, sa e kushtueshme është sëmundja e diabetit? Se thonë që është sëmundje luksi. Kështu e kanë etiketuar. Është shumë e kushtueshme sepse edhe nga fakti që unë sensorët i blej vetë, duke qenë se Shqipëria nuk ta mundson që t'jenë të mbuluara nga shteti, dhe normal që të blej 2 sensor në muaj është ka goxha kosto. Një sensor, ky që përdor unë, kushton 70 euro. Do thotë që është vetëm për 15 ditë dhe mua më duhen 2 të tillë në muaj, që unë këto i blej sepse nuk mund t'i marrim këtu në Shqipëri, përpos kësajt dhe ushqimin në mundojmë t'a zgjedh sa më të mirë, mundojmë t'a zgjedh sa më... Prandaj dhe juaj në sëmundje luksit se duhet të ushqish me gjërat më të mira të mundshme. Mundohem që marrë më të mira të mundshme, që mos të konsumoj dhe ato ushqimin shumë të përpunuar, sepse ajo është dhe më i dëmshmi, por që, siç thash, diabeti çdo ditë më shumë po përmirësohet. Unë jo më larg se dje isha pjesë e një meeting që ishte nga Organizata e Diabetit e Evropës dhe ILET, dhe po thuaj, po flitej nga shkencëtarë që kanë 20 vite që po merren me diabetin tip 1, që në 5 vitet e fundit po thuhet për transplant qelizash. Pra transplant qelizash që një pacient me diabet mos të ketë më nevojën për përdorur insulinë. Dhe kjo është shumë arritje jashtëzakonshme. Se unë besoj që lodhja më e madhe, bezdia më e madhe, ngarkesa më e madhe është insulina. Kjo është pjesa më e madhe diabetes burnout, nëse e themi në këtë mënyrë, e lodhjes së madhe, e ezaurimit nga diabeti. Shumë ezauruese, dhe kjo ishte një nga ndodhit më të mëdhaja për diabetikët, pasi nga 12 pacient, 10 ishin të suksesshëm dhe kishin prej një viti që nuk përdornin më insulinë, edhe pse kjo është ende shumë eksperimentale, sepse akoma nuk mund të hidhej si produkt në treg. Kjo prapse prapë është një ndodhi e zakonshme, do të thotë që në 10 ose 15 vitet e ardhshme, kjo mund të jetë diçka që mund të jetë e realizueshme dhe një pacient mos të ketë më diabet. Kështu që këto gjëra janë shumë motivuese, sepse kjo do të thotë që, okej, unë momentalisht po kujdesem për këtë diabet, që unë ta kem sa më mirë dhe unë të jetoj sa më mirë me të, por është dhe pak motivuese fakti që shkenca përparon kaq shumë dhe në një moment, ndoshta shumë vonë, do ketë një dritë në fund të tunelit, si mund ta themi në këtë mënyrë, që ndoshta një ditë nuk do jetë më diabeti dhe do jetë normal për të gjithë të jetojmë shumë lehtë, mos ka kemi shumë më shpresa në këto. këtë Por derisa të vijë ajo ditë dinam, duhet patjetër që të gjithë pacientët diabetik të bëjnë maksimumin për të mbajtur nivelet e sheqerit në normë. Çfarë duhet të bëjë një person me diabet të tipit 1? Pra si duhet të ushqehet? Çfarë duhet të përmbajë dieta e tij? Çfarë duhet dhe çfarë nuk duhet konsumoj? Në përgjithësi, në diabet, sot pavarësisht gjithë dietave që po diskutohen, ajo që është po themi e miratuar dhe aprovuar dieta mesdhetare dhe pjata me porcione të llogaritura që të kenë jo shumë nivel të lartë karbohidratesh. Konkretisht, po marr vetëm një shembull, një vakt kryesor, për shembull një drek, gjysma e pjatës duhet jetë me perime, çereku i saj mund të jetë me proteina ku futet mishi, peshku, mishi pulës, dhe çereku tjetër
mund tjetë me karbohidrate si që është orizi, makaronat, brumrat pra në përgjithësi, të cilat preferohet që të jenë integrale pikërisht sepse çojnë më pak sheqerin, më ngadalë sheqerin në gjak. Kështu që përgjithsisht ky është raporti që pacientët diabetik duhet të ruajnë në pjatat e tyre dhe ajo që shumë e rëndësishme është komplianca me terapinë. Pra të kenë mundësinë të llogarisin nivelin e karbohidrateve që ajo pjatë ka dhe të dinë se sa insulin duhet të bëjnë për t'u përgjigjur atij nivelit të karbohidrateve që ajo pjatë ka. Bëhen pak a shumë edhe mjek të vetes, ë? Bëhen totalisht mjek të vetes, dhe pacientët tanë me diabetik janë shumë të përgatitur biles. Kanë shumë informacion në një mënyrë. Dhe Dajana tashmë që ka vendosur ta çelë edhe blogun e vet në mënyrë që të informojë të tjerët që kanë mirë për t'ju ardhur kanë nevojë për këtë informacion. Unë dhe diabeti ke quajtur ti. Çfarë trajton ti aty? Tani në shëmën tim shumë e sinqertë, Urdina. Unë në fillim fare nuk kam pasur shumë informacion. Pra unë nga spitali vetë nuk kam marrë informacion timi që unë të dalë në 100% e sigurt nga spitali për të bërë insulinën, për të konsumuar ushqime dhe gjithë tjerat. Dhe kam marrë shumë informacion nga interneti, shumë informacion nga mjek të jashtëm dhe do të thoja që kjo më ka ndihmuar ekstrem shumë. Unë në faqen time përpos komplet dietës që unë bëj, unë dhe tregoj lifestyle-in tim, pra në këtimi se si unë e bëj insulinën, dhe është pak për të ardhur keq, le të themi, sepse unë marr shumë mesazhe gjatë gjithë ditës të njerëzve që janë në mosha shumë të ndryshme, nga prindër që më shkojnë për fëmijët e tyre, nga adoleshentë dhe pak më të rritur, që akoma nuk dinë si të bëjnë insulinën. Dhe kjo është diçka shumë e trisht. Do të thotë që nuk ka një informacion të mjaftueshëm për gjithë shqiptarët që ti të jetosh me diabetin sa më mirë. Është kur thuaj që nuk di si të bëjnë insulinë, nuk e ke fjalën thjesht tek mënyra e të bërit të injeksionit. Jo, e kam në kuptimin e tek të llogariturit të parametrave dhe të dish po. Unë dhe nga vetë faqja ime dhe kam takuar njerëz që janë me diabet, që kanë 10-15 vjet që janë me diabet dhe akoma nuk dinin se si bëj insulina. Dhe mua kjo më erdhi jashtëzakonisht shumë keq. Do të thotë që ne nuk kemi një informacion të mjaftueshëm. Jo, mendoj që te mjeku që e ka diagnostikuar personi mund ta marrë informacionin. Është dhe çështje ndoshta që njerëzit duhet të jenë çik më të kujdesshëm në këtë drejtim, se kanë mundësi të pyesin apo jo. Po, absolutisht. Mjekun janë takuar. Është pjesa e perceptimit, sepse ne mund të themi shumë mirë që çdo mjek mund të jetë fantastik, çdo mjek mund të di çfarë po thotë, por ja që nuk është e saktë në shumicën e rasteve, sepse në momentin që dikush po më drejtohet mua, unë nuk jam një mjeke, unë jam thjesht një person që jam me diabet dhe unë po tregoj atë çfarë unë bëj në përshpërimin tim dhe çfarë ka funksionuar për mua, dhe nëse një person po më drejtohet mua se nuk di ku drejtohet tjetër, mua kjo më duket një problem tej masa e madh. Kështu që ti ke mundësi ti ndihmosh, ti ndihmosh edhe i orienton, i këshillon. Domethënë gjithë arsyeja sepse unë kam hapur këtë faqe, sepse unë kam menduar në fillim që më kanë pyetur njerëzit, po Dajana nuk ke frikë nga gjykimet e njerëzve apo çfarë do të thonë për ty, unë kam menduar në këtë mënyrë që nëse nga 10 komente 3 janë shumë të këqija, ama 7 të tjera njerëz më thon faleminderit për këtë që ti po më tregon mua. 3 komente të këqija, çfarë thon? Çfarë thon? Jam shumë kurioze. Çfarë ka aty për të atakuar ty? Jam shumë kurioze të. Tani kjo mbetet domethënë nga perceptimi personal i njerëzve. Patjetër, po thjesht dua të kuptoj çfarë. Kanë problemin që ti shfaq të flet haptazi për sëmundjen tënde, për këtë patologji apo ndoshta dhe nga problemi që sepse ne kemi një perceptim shumë të çuditshëm të një personi me diabet dhe shumica e komenteve negative janë që do na tregosh ti ka që dobët, si është diabeti, si sepse ka kjo pjesa e parajgjykimit dhe të pamjes jashtme që do më tregosh ti mua si bëj diabeti, se si ka mundësi ti vajzë. Se kanë të fiksuar gjithmonë atë pyetje që bëmë më herët që personi me diabet perceptohet si person mbi peshë. Pikërisht, por ato komente shumë pozitive që unë marr në përgjithësi të njerëzve që më falenderojnë, thonë okay, ti mua me vërtet më ke dhënë një informacion shumë të vlefshëm. Këto për mua e mbushin gjithë atë arsyen sepse unë kam hapur si faqe për të treguar që është diçka krejt normale dhe siç e bëj unë ta bëjnë edhe shumë të tjerë. Dhe gjithë ato komente që marr nga prindër për fëmijët e tyre, mua kjo motivon tej masë shumë që unë ta vazhdoj si gjë dhe mos dalem.